Valdrin Uka emërohet menaxher general I klubit. Me këtë rol, ai merr përgjegjësi të reja në drejtimin dhe menaxhimin ekzekutiv të KF Shkëndija. Ndryshime pëson edhe departamenti sportiv. Erhan Selimi, I cili deri më tani e kishte detyrën e drejtorit të shkollës së futbollit, emërohet drejtor sportiv, ndërsa Festim Ademi merr pozitën e drejtorit teknik të departamentit të sportit. Selimi dhe Ademi do të bashkëpunojnë ngushtë dhe do të mbajnë përgjegjësi të përbashkëta në menaxhimin e çështjeve sportive me synim forcimin e strukturës, balancimin e organizimit dhe mbarvajtjen e klubit në periudhën që pason. Ndryshimet janë pjesë e vazhdimësisë dhe zhvillimit të strukturës së klubit, me synim që KF Shkëndija të vazhdojë të ndërtojë, zhvillojë dhe promovojë kuadro të përgatitura për përgjegjësitë më të rëndësishme drejtuese. Pas 3 viteve në pozitën e drejtorit sportiv, Ardian Cuculi përfundon angazhimin e tij në KF Shkëndija. Klubi falenderon Ardian Cuculin për kontributin dhe për kushtimin e dhënë gjatë këtij cikli.